Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në surën Al-Isra, ajeti 44, Allahu dhura thot kështu: Tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, walakinna la tafqahuna tasbihahum, innahu halimun ghafur. Çdo gjë që është në 7 kat qiej, edhe në tokë, edhe ajo që është në to, e madhnojnë Allahun dhu xhelal, e lavdrojnë atë. Nuk ka krijesë përveç se e lavdron dhe falëndron Allahun e madhëshëm, po ju nuk e kuptoni lavdrimin e tyre. Allahu është i butë dhe është falës. Ky ajet kuranor tregon se këtë krijesat që janë në qiell dhe në tokë, edhe ato që janë brenda tyre, e madhnojnë dhe lavdrojnë Allahun. Thënë subhanallah, alhamdulillah, i lartësuar qofsh o Allah, dhe ty të falëndrojmë o Allah. Subhanallah, këtë krijesat vazhdimisht, sikur se tash këto zoqt që i ndëgjojmë bilbilat me melodinë e tyre, këndimet e tyre, po edhe këtë krijesat tjera që na nuk i shohim, ato të gjitha e lavdrojnë dhe madhojnë Allahun e madhëshëm. E ne njerëzit harrojmë ta përmendim, e jo më ta lavdrojmë dhe madhnojmë Allahun subhanahu wa taala. A kjo është për mangësive që i ka njeriu, që në vend se ta kujton Allahun, e ta madhnon, e ta falëndron atë, e ta lavdron për këtë dhunti dhe mirësi që na ka dhënë, na kalon dita pa e përmend hiç, pa e lavdruar dhe pa e madhnuar atë. Andaj fillon e ditën me kujtim të Zotit, me lavdrim dhe falëndrim ndaj Tij. Vazhdon e ditën me kujtim të Zotit, me lavdrim, madhnim e falëndrim ndaj Tij. Edhe përfundon e ditën me kujtim të Zotit, me madhnim e falëndrim ndaj Tij. Fadhkuruni adhkurukum, më përmendni, thot Allahu i madhëm, që t'ju përmendi. Washkuruli wala takfurun, e më falënderoni dhe mos më mohoni. Allahu akbar. Kujdes o njerëz, kujdes. Kujtoni Allahun, përmendni atë, lavdroni dhe falënderoni për këtë të mirësi që i kemi. Allahu na i falë mangësitë tona, e na bëf për robërve që vazhdimisht të kujtojnë Allahun, e madhrojnë atë dhe pastaj fitojnë kujtimin dhe madhnimin nga Allahu subhanahu wa taala.